Ditët e fundit, shfaqja e gjarpërinjve në disa zona të vendit tonë ka ngjallur panik, ka ngjallur frikë, ka ngjallur pasiguri tek njerëzit. Shoh që shumë njerëz teksa ndjekim këto rrjete sociale tregojnë që duhet përdoret squfuri në probore për të mos u afruar gjarpërinjt, por realisht a duhet të kemi frikë çfarë roli nga ana tjetër kanë këta zvaranik edhe në ekosistemin tonë, sepse shumë turist, mos harroni, vinë në Shqipëri jo vetëm për turizmin për natyrën tonë, por edhe për larmisht për faunën e rrallë që ne kemi, pse jo edhe për gjarpërinjt. Është shumë interesant për ta prekur edhe këtë tematik. Jam në studio me biologun Miriam Topi për t'i dhënë përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve. Edhe si duhet të sillemi përballë një zvaraniku të tillë. Mirë se erdhët, kënaqësi që jeni në Rrezë Dielli. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Çfarë ka ndodhur, sa e rrezikshme është situata, nëse mund ta bëj pyetjen, jo për të krijuar frikë dhe panik qytetarëve, por kohët e fundit, vitet e fundit faktikisht jemi përballur me situata të tilla ku në zona të ndryshme ka gjarpërinj që dalin në probore, në ambiente të hapura, edhe kjo realisht sa panik dhe frikë sjell tek njerëzit. Ju si e keni parë situatën? Në fakt nuk ka ndodhur asgjë jashtëzakonshme. Gjithçka është krejtësisht e zakonshme, kështu ka qenë shumë vite më parë, kështu vazhdon të jetë dhe do vazhdoj të jetë. Nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Dihet që në muajt e ngrohtë të vitit, pra janë temperaturat që i sjellin ato? Klasa e zvarranikëve fillon bëhet aktive. Ajo që është ndryshe, do thoja unë këtë vit, që është provokuar kryesisht nga një rast, nga rasti e rrugës Shëngjim-Velipoj, e cila është hapur për herë të parë si vjet, dhe për shkak të kësaj janë vërejtur një numër i madh i një lloji i cili në thelb është ardhuc, nuk është gjarpër, pavarësisht se ngjason me gjarprin, janë vërejtur kongregime të këtij lloji në asfalt. Dhe kjo ka sjell një lloj paniku te njerëzit që shiko, na mbytën gjarpërinj. Në fakt ajo rrugë hapet për herë të parë si vjet dhe ajo rrugë kalon tamam në një mjedis i cili mbart popullatën më të kënaqshme të Bullarit në Shqipëri. Dhe kjo është e reja e këtij viti. Pra ne kemi shkuar në një habitat i cili mbart një popullat relativisht të madhe të këtij lloji dhe natyrisht ai lloj do shfaqet në atë copës rrugë e cila në fakt ka fragmentuar habitatin e tij. Sepse normalisht rrugët duhet ndërtohen, po mbas legjislacionit shqiptar duhet ndërmerren dhe masa të cilat mundsojnë kalimin e faunës së egër nga një anë e habitatit në anën tjetër. Po këtu natyrisht për fat të keq këto masa neglizhohen dhe të gjithë koston e mban natyra. Për fat të keq ne nuk harxojmë më tepër për të krijuar këto masa, po ja lëm gjithë koston natyrës. Përveç këtij aksi rrugor, janë disa zona të tjera në vend që janë shfaqur lloje të ndryshme zvarranikësh, gjarpërinjsh? Po siç e kam lexuar unë situatën, kjo ishte ngjarja apo ky ishte rasti i cili provokoi më tej këtë postimin me intensitet të videove në rrjetet sociale, pasi u vure nga postimi i videove të rrugës Shëngjim-Velipoj që njerëzit patën shumë reagim, shumë like, shumë komente, ku e di unë, dhe më tej pastaj gjithë secili kërkonte të merrte vëmendje duke bërë një foto gjarpri këtu atje, duke nxjerrë rrjetet sociale, disa ndoshta edhe kanë abuzuar, jam ka piskuar, shikoni këmbën se si është bërë apo dorën. Gjithsesi, po, tani edhe për ta normalizuar fare situatën, mbase nuk është vendi, përderisa qarkulloj video të tilla edhe në zona të banuara edhe nëpër komplekse, kemi parë video të cilat kanë treguar shfaqjen e gjarpërinjve. Po pse gjarpërinjt krijon kaq shumë panik tek njerëzit? Janë vërtet ata kaq të rrezikshëm? Në fakt, situata është shumë normale. Dhe nuk ka absolutisht asgjë anormale apo jo normale në këtë situatë. E vetmja gjë jo normale ndoshta, nëse mund ta themi në këtë situatë, është postimi me intensiteti i videove të gjarpërinjve. Po kështu ka qenë gjithkohës, është dhe do të jetë. Pra nuk ka asnjë jo normale. Gjarpërinjt janë shfaqur gjithmonë nëpër rrugë, nëpër oborre shtëpish, kudo ku ne ecmim, nëpër parqe, nuk ka asnjë gjë normale.
pse ky lloj zvaraniku? Anormale është paniku që po përhapet. Dakor, patjetër, dhe për këtë jemi këtu që ne t'i qetësojmë qytetarët. Po pse na trembin kaq shumë gjarprin dhe jo një lloj tjetër zvaraniku? Kjo në fakt është si pasojë e mungesës së informacionit dhe mënyrës se si njerëzit e perceptojnë një zvarranik dhe gjarprin përgjithsisht. Në këtë pikë unë dua të sqaroj që në vendin tonë ka 20 lloje zvarranikësh të cilët ngjasojnë me gjarprin. Megjithatë, 17 prej këtyre janë gjarprin dhe 3, pavarësisht se ngjasojnë me gjarprin, nuk janë gjarprin, por janë ardhuca, siç janë kakzogzat, bullari që përmenda më herët në rastin e rrugës Shëngjin Velipoj. Nga këto 17 lloje, sa janë helmuese? Po, prej këtyre 17 llojeve, vetëm 4 lloje janë helmuese, të cilat janë nepërkat. Nepërka me bri, e cila është shumë helmuese, është lloji më i rrezikshëm dhe i përhapur shumë në Shqipëri ky lloj? Ky lloj është i përhapur në të gjithë shtrirjen gjeografike të Shqipërisë, por kjo nuk duhet kuptuar sikur ky lloj është i zakonshëm dhe haset kudo. Natyrisht nuk është i rrallë, por ky lloj haset në të gjitha rajonet biogeografike të Shqipërisë. Ne mund të gjejmë ndonjë foto të këtij lloji që njerëzit Po ja, kjo është. Ky është lloji, ma tregoni pak ju lutem foton që u shfaq edhe një herë në ekranin e vogël për t'u treguar se cili prej gjarprinëve është helmues. Pra, Miriam po thua për këtë lloj. Po, dhe ky është lloji më i rrezikshëm në Shqipëri, që sikundër po thoja, haset në të gjithë shtrirjen gjeografike të Shqipërisë, duke filluar nga ulësira bregdetare deri në të gjitha krajinat malore, deri në Alpe, domethënë. Ne thamë që ky është një gjarpër helmues, por kur ai të rrezikon jetën? Kur ne si njerëz reagojmë, vrasim apo krijojmë atë frikën, panikun, sepse kur kemi qenë të vegjël na thosh mos vraponi se gjarpri ka të ndjek edhe ty, si duhet të mbrohemi, si duhet të reagojmë menjëherë sapo nëse larg qof na ka pickuar, çfarë masash duhet marrim menjëherë sapo ndodh diçka e pazakonshme? Së pari duhet të theksoj që të gjithë gjarprin, të gjithë llojet e gjarprinëve që ndodhen në Shqipëri janë paqësor, që do të thotë asnjëherë nuk sulmojnë pa shkas. Dhe i vetmi rast kur një gjarpër do sulmoj dikë, do kafshoj apo pickoj, është kur ngacmohet, si thua kur gjarpri percepton rrezik dhe si çdo gjallëes tjetër do mbrohet. Ose kur shkelet në mënyrë aksidentale. Në asnjë rast tjetër nuk ndodh që gjarpri të sulmoj, nuk ndodh, është e pamundur, nuk ka asnjë rast të evidentuar që dikush ka ecur për krah apo pranë një gjarpri në Shqipëri dhe gjarpri pa pritur ka shkuar ta sulmoj. Nuk ndodh, këto janë informacione. Ecjesh, këmba jone shkeli gjarprin. Ai e merr si një sulm. Po patjetër, e merr si një sulm. Dhe të kafshon. Dhe të kafshon. Po. Çfarë bëhet në atë moment? Tani, në rastin e nepërkës me bri, kjo është serioze. Në rastin e kafshimit të gjithë gjarprinëve të tjerë përveç nepërkave, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk është fare serioze. Është e papërfillshme, si thuash, nuk ka asnjë lloj rreziku. Atëherë në rast konsiderojmë rastin më të keq, sikur kafshohemi nga një nepërk me bri. Studimet tregojnë se pothuajse të gjithë njerëzit e shëndetshëm që nuk kanë sëmundje bashkëshoqëruese apo që janë në një moshë jo fort të re apo jo fort të vjetër, i kanë mbijetuar kafshimit të nepërkës me bri. Ndërsa ajo kategori që cilësohet vulnerabël ka, si të thuash, risk që të humbasi dhe jetën nga një kafshimi nepërkës me bri. Cilat janë këto gjendje shëndetësore që rrezikohen nga kafshimi dhe këta njerëz që i kanë rezistuar, le themi, kafshimit, i kanë rezistuar pa vepruar me diçka, për ta kundër sulmuar dhe kundër injektuar atë helmin që ka sjellë gjarpin në lëkurë? Çdo njeri i shëndetshëm, për shembull, ne të dy, po themi, nëse na kafshoni mbijetojmë, nuk ka asnjë problem. Gjithsesi, ne nuk duhet të marrim një mas, për shembull, ka kafshuar. Po patjetër. I mbjetojmë pa antidotin apo me antidotin? Së pari njërë antidoti apo antiviperina është një preparat i cili duhet ruajtur në kushte shumë specifike, çka e bën
pothuajse të pamundur marrin me vete. Nëse je aty në mal dhe ku ta gjesh. Në terren. E kuptova. Në terren. Gjëja e parë që duhet bërë në qoftë se kafshohesh nga një nepërk me bri, është që duhet shkuar me njëherë dhe sa më parë në spital. Me njëherë. Megjithatë mund të qelloj që kafshimi mund të ndodhi larg, në male, ku aksesi në rrugë është i limituar, etj. Në raste të tilla, gjëja e parë që duhet bërë është së pari duhet kontrolluar paniku dhe gjendja e shokut. Sepse në rast paniku, zemra fillon të punojë shpejt dhe qarkullimi i gjakut rritet, çka e shokon trupin. Po patjetër dhe intensifikon qarkullimin e helmit me shpejtësi në sistemin e qarkullimit gjakut, duke bërë që të ketë një ndikim më të shpejt. Pra gjëja e parë duhet kontrolluar paniku ose shoku. Njerëzit pësojnë një shok. Okej, u kafshova, kjo është situata, pra duhet është ajo që ti përmendej që të paktën duhet të kemi një informacion të duhur dhe të jemi të mirë informuar për kafshimet, fickimet dhe mënyrën se si duhet të reagojmë. Po vijojmë bisedën me biologun Mirjam Topi për shfaqjen dhe mbrojtjen nga gjarprind. Mund të japim disa këshilla ekstra tani se si duhet të mbrohemi për të mos u rrezikuar pikërisht nga llojet e gjarprindve që mund të konsiderohen elmuese. Ju thanë, janë 4 lloje, njërin e përmendëm, janë dhe 3 lloje të tjera të cilat do t'i shpjegojmë dhe më poshtë. Po, shumë shkurt në vijim të asaj që po flisin rastin kur mund të kafshohemi nga një nepërk me bri. Pra e thash që gjëja e parë që duhet bëjmë në rast se mundemi të shkojmë në spital, në rast se distanca nga spitali në vendin e kafshimit është e largët, duhet kontrolluar shoku, e tham, për të mos e përsëritur, dhe disa njerëz sugjerojnë që të lidhet plaga fort të çahet dhe të thithet elmi apo të lahet. Kjo është praktike e cila nuk përkrahet nga shkenca, si thuash. Biles mjekët këtë si praktikë. Në për filma e kemi parë, ose legjendat që tregojnë madje është e dëmshme. Megjithatë, në rast kur duhet një kohë gjatë për të shkuar në spital, mund të lidhet lehtësisht me një titar, ndoshta me një mjet për të bllokuar qarkullimin. Por lehtësisht ama. Lehtësisht dhe më tej të vazhdohet drejt spitalit. Përgjithsisht studimet tregojnë që nëse ndihma mjekësore merret brenda 24 orëve, atëherë pothuajse çdo individ shpëton. Megjithatë kjo varet se si reagojnë dhe se si është shëndeti gjithë secilit. Di ndonjë rast që mund të ketë rrezikuar dhe jetën për shkak të kafshimit Të them të drejtën, kam dëgjuar nga njerëzit që thonë e ka kafshuar para kaq vitesh, po në një rast konkret nuk di raste konkrete të miqve të mi, kolegëve të mi, që janë kafshuar nga nepërka me bri dhe nuk kanë pasur, madje janë kafshuar disa herë. Dhe në disa raste kanë pasur, si të thuash, probleme, pra ju kanë ngelur në një pasojë, e cila i është dashur shumë kohë të rikuperohet, por nuk kanë pas probleme tjera përveç në një pasojë, si të thuash. Përveç nepërkës me bri që u përmendët një ndër 4 llojet që janë elmuese në vendin tonë, 3 të tjera të shkurtër për të krijuar një informacion. Po, kjo është shumë e rëndësishme, është nepërka e vogël e maleve të jugut, e cila është elmuese, është shumë e vogël, rreth 50 cm. Mirë po, ky lloj nuk ka aftësinë që me kafshimin e saj për të tejçojë dhëmbët, si të thuash, përtej një shtrese mbrojtëse që ne mund të kemi, pantallona, apo qoftë edhe atlete, si të thuash, është shumë i vogël. Duhet të kemi kujdes që kur shkojmë për shembull në për zona të cilat mund të jenë të rrezikshme, të jemi të veshur dhe të mbrojtur, apo jo, mos jemi me shapka apo zbathur. Unë gjithmonë, sepse gjatë gjysmës vitit unë jam gjithmonë të rrejnë në për lagunën, për male, dhe gjatë muajve të verës është vërtet shumë vapë, por unë gjithmonë vesh këpucë me qafë. Jo specifikisht për të mbrojtur nga gjarprind, natyrisht dhe për këtë, nga nepërkat, se gjarprind e tjerë janë parazikshëm, por është mirë që të kemi gjithmonë, të jemi të veshur si duhet në terren për të shmangur çdo lloj. Qartë, sepse dihet se ai nuk do ketë atë forcë për të hedhur edhe për të kafshuar në pjesën e sipërme të gjurit apo tek këmba, por ndaj dhe këta individ të cilët janë të shkurtër. Madje kjo është e rëndësishme për publikun, që të mos ketë frikë nga asnjë gjarpër mbi 1 metër i gjatë. Çdo gjarpër mbi 1 metër i gjatë
është krejtësisht i parrezikshëm. Do të thonë nuk ka lidhje me Nepërka me bri që është më e gjata prej nepërkave, pra prej 4 llojeve të nepërkave, po është rreth 90 cm. Po? Pra rreth 90 cm. Disa individ thuhet që shkojnë deri në 100 cm, megjithatë mesatarisht është midis 70 dhe 90 cm. Dhe çdo gjarpër që është helmues në vendin tonë ka sy, pra nëse i shihet syri, syri është si thua si sy mace, jo sy me iris rrethor. Megjithatë natyrisht askush nuk do i shinte syrin, po është një element morfologjik i cili dallon shkëmbi gjarprin, falni. Kjo është bolla me 4 vija. Po. Ky është një gjarpër që shkon deri në 2.6 metër. Këtu është në Orikum, jemi në Orikum, në lagunën e Orikumit. Keni shkuar për të studiuar, për të patur një... Pra, ajo që po thoja, çdo gjarpër mbi 90 cm apo maksimumi mbi 100 cm i gjatë është krejtësisht i parrezikshëm. Dhe njerëzit tremben më tepër nga gjarprinjtë e mëdhenj. Këta gjarprinj, këta lloje apo janë lloje të tjera që njerëzit i mbajnë në shtëpi? I mbajnë rreth qafës, ato janë lloje të tjera të parrezikshëm, të butë. Po, natyrisht. Ne po flasim për faunën e egër të vendit tonë. 3 llojet e tjera si quheshin ndonjëherë? Pra, nepërka e vogël e maleve të jugut, le të themi nepërka e vogël e maleve të veriut dhe nepërka me lara e malit. Megjithatë këto janë vetëm në male, pra nuk janë përreth zonave të banuara, janë në lartësitë e kullotave alpine dhe mund të hasen vetëm nëse shkohet në habitatin e tyre, pra në male. Këto lloje hasen vetëm nga njerëzit që bëjnë hiking, apo nga barinjt, apo ndoshta edhe nga ata që mbledhin bimë medicinale në lartësitë e kullotave alpine, ndërsa nga të tjerët nuk hasen sepse nuk i frekuentojnë si të thuash këto zona. Qartë, zonat e banuara. Pra vetëm një gjarpër kemi të rrezikshëm në Shqipëri përreth zonave që janë të banuar. Një mund të jetë. Vetëm një. Patjetër mund të jetë. Pikërisht, po kjo një, prap nuk është se është që të na qetësoj. Më e rrezikshme, po. Por sa e përhapur është, kjo është pyetja ndoshta që nuk është e zakonshme. Okej, se mund të jenë disa lloje që janë pa zakonshme, mund të jenë dhe bën kërdin si thuash. Tani Miriam, plus që nuk sulmon, thashë shumë paqësor. Nuk sulmon. Dhe gjëja e parë që duhet të bëjmë ne është që të mos e sulmojmë. Sa e shohim të fillojmë të reagojmë, ta vrasim edhe ta shkelim. Ky lloj ka një gjë që në rast se konstaton praninë e njeriut, atëherë nuk lëviz fare. Po. Sepse mekanizmi mbrojtjes është i tillë në mënyrë që të mos e ekspozoj veten. Pra, nepërka mendon se është e kamufluar në mjedisin ku haset dhe në mënyrë që të mos ekspozohet nga lëvizja qëndron pa lëvizur, mund të qëndroj pa lëvizur 45 minuta, 1 orë, pa lëvizur fare. Po. Për sa kohë njeriu është pranë saj. E kuptova. Ka njerëz, Miriam, që përdorin squfurin duke shpërndar atë në cepat e oboreve apo taracave të mbjella, jo se kanë konstatuar, ose po edhe nëse e kanë konstatuar. A e largon squfuri një zvaranik, çfarë do lloj qoftë ai? Jo, nuk e largon. Squfuri dhe asnjë kimikat tjetër që është përdorur për këtë qëllim, në bazë të studimeve të bëra, është vërtetuar se ka shumë pak ndikim ose as pak ndikim. Po? Kështu që nuk rekomandohet trajtimi me squfur, apo qoftë edhe me naftalen, apo në produkte apo produkte të tjera kimike të cilat përdoren me qëllimin për të larguar gjarprinë, dhe këto, pra është vërtetuar shkencërisht që kjo nuk funksionon. Po. Le të flasim pak për anën tjetër të medaljes, sepse ju si biolog keni studiuar dhe rolin që kanë gjarprinjt apo këtë zvaranik në ekosistemin tonë. Kështu që ato janë dhe të dobishëm për ekosistemin. Çfarë të ndodhte nëse nuk do t'i kishim? Dhe do ndalim pak për turistët cilët janë të interesuar për faunën tonë edhe për llojet e gjarprinjve, pikërisht vinë në Shqipëri ndoshta për t'i parë këto lloje. Po. Natyrisht si të gjitha llojet e faunës e egër, edhe klasa e zvaranikëve ka një rol thelbësor shumë të rëndësishëm në ruajtjen e balancave ekologjike, si dhe i shërben njeriu në mënyrë, do thoja unë, shumë serioze. Dhe këtë shërbim ja jep pa para. Për shembull, shumica e pa para sikundër e jep çdo klasë e jetës e egër apo bimët e tjera. Pra janë ato që ne i quajmë shërbimet e ekosistemit.
pjesa më e madhe e gjarprinjve të Shqipërisë ushqehen me brejtës, me minj, të cilët, si kundër është vërtetuar, janë vektorë të transmetimit shumë sëmundjeve. Pra, supozojmë në rastin se s'do kishte gjarprinj, popullata e minjve, duke mos pasur predator, do të rritej aq shumë sa do bëj shqetësuese për njerëzit duke u gjendur në zonat e banuara, pra është më e rrezikshme të hyjë një minë në shtëpi se sa të hyjë një gjarpër, sepse gjarpri nuk ka asnjë rrezik, sikundër e thash, përveç në përkës me bri në rast se kafshon. E kuptova. Pra është më e rrezikshme të hyjë një mi se sa të hyjë një gjarpër, sepse miu është vektori i transmetimit të sëmundjeve. Në vijim gjarprinjt shërbejnë dhe si ushqim për shumë lloje tjera të faunës, si për shembull lloji i disa shqiponjave, siç është shqiponja gjarpërngrënëse, i cili është lloj relativisht i rrallë në Shqipëri. Që është shumë tërheqës edhe për ata që vinë të huaj që vinë dhe studiojnë në vendin tonë. Në të njëjtën kohë, gjatë viteve të fundit, helmi i gjarprit është duke u vjel, si thua, disa lloj gjarprinjve. Për të studiuar për të prodhuar medikamentet cilat shërbejnë për hipertensionin, antikoagulant, madje së fundmi po prodhohen dhe medikamentet cilat ka të dhëna apo mendohet po eksperimentohen se shërojnë dhe sëmundjet kancerogjene. Pra, të gjitha këto janë fal kësaj klase të faunës së egër. Pjesën tjetër. Dhe lëkura e gjarprit që përdoret për pjesën Kjo është çik shumë. Tekstile ose kujt unë, ndoshta ju mund të keni më shumë informacion. Individët e faunës së egër nuk duhet të shfrytëzohen në këtë formë. Spaku legjislacioni shqiptar e ndalon këtë gjë. Pra, jo më kot ju ngacmova sepse ne në legjislacionin ton e kemi si le të themi ligjin, po pavarësisht se ndoshta nuk e dia zbatohet apo ka ndodhur raste të tilla dhe si e kemi në raport me vendet e tjera. Nëse ne vrasim edhe i shfrytëzojmë pikërisht këtë lloj faune për qëllime të tjera. Për fat mirë, Shqipëria ka një kuadër të gjerë ligjor i cili garanton ruajtjen dhe mirë menaxhimin e faunës së egër. Po për fat keq, ky kuadër ligjor zbatohet pak dhe në disa raste as pak. Për shembull, në bazë të listës së kuqe të florës dhe faunës së Shqipërisë, janë 3 lloj gjarprinjsh të cilët klasifikohen të rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje. Dhe në bazë të kodit penal të Republikës së Shqipërisë, nëse njëri prej këtyre shqetësohet apo vritet, dënimi vijon nga dënim me gjobë deri në 7 vite burgim. Unë jo më larg se dje, pash një video të hedhur në rrjetet sociale të punonjësve të një bashkie, që nuk duhet ja përmend emrin, që me shumë burrje nxirrnin gjarprin që shikon e vram këtë gjarprin e madh që ky të kput në mes, domethënë me të gjitha këto folklorizmat, ai një gjarpër krejtësisht i parrezikshëm. Në të vërtetë ata po ekspozonin një krim shumë të rënd që kanë bërë. Që nuk u pa dhe nuk u dënua nga askush. Që rrezikojnë deri në 7 vite burgim. Dhe kjo është në kodin penal të Republikës Shqipërisë, neni 202 në mos gaboj. E parashikon këtë gjë dhe ata vetë po ekspozonin një krim, apo në një rast tjetër, në një plazh, para disa ditësh, ishte nxjerrë një video e një gjarpri që është aktiv natën, i cili sërish është i rrezikuar në mënyrë kritike për zhdukje, pra mbrohet në mënyrë strikte nga legjislacioni shqiptar. Dhe videoja ishte mirë ditën, po dhe natën nuk po na lën rehat gjarprin, fal. Ata gjarprin janë aktiv natën, kjo është ekologjia e tyre, siç janë laguriqtë e natës aktiv natën, ashtu janë dhe gjarprin, ka disa lloje gjarprinsh që janë aktiv natën, pra ata natën do dalin. Dhe me shumë burrje kishin vrarë gjarprin dhe në të njëjtën kohë kishin ekspozuar një krim që rrezikojnë deri në 7 vite burg. Nuk lejohet të vritet gjarprin në këtë formë. Në fakt, është dhe mete institucioneve që në gjithë këtë panik në thonjza, le të themi, ndoshta është dhe pa thonjza, që është krijuar institucionet duhet të dalin dhe të mbajnë qëndrim mbi këtë, të japin informacion zyrtar në lidhje me këtë. Absolutisht. Sepse ne kemi dalë, unë dhe kolegët mi,
kemi dalë shpesh ditë të fundit duke përsëritur të njëjtat gjëra. Megjithatë, unë mendoj që është e rëndësishme që dhe institucionet të dalin dhe të mbajnë një qëndrim në lidhje me këtë çështje. Po. Për sa kohë, me sa duket, kjo shqetëson një pjesë të madhe të publikut, apo një pjesë të konsiderueshme. Qartë. Mirë, besoj se shpjeguam Lam pa përmendur dhe pjesën e janë të interesuar për këtë pjesë? Ekoturizmit, po. Shqipëria, për fat të mirë, ka një faunë në përgjithësi shumë të pasur, dhe veçanërisht klasa e zvarranikëve është shumë e pasur. Dhe si pasojë e kësaj është kthyer në atraksion për gjithë ata turistë të cilët parapëlqejnë të shpenzojnë pushimet e tyre duke kundruar, le të themi, zvarranikët. Ne në vendin tonë kemi disa zvarranikë që janë shumë të rrallë, disa relativisht të rrallë. Një pjesë e mirë e zvarranikëve dhe gjarprinjve që kemi ne nuk gjenden në vendet e Europës, për shembull veriore apo perëndimore. Po. Dhe si pasojë shumë turistë vinë për t'i parë. Domethënë numri i turistëve është duke u shtuar dhe unë vit për vit udhërrefej turistë të cilët vinë për të kundruar gjarprinjt në Shqipëri. Që kanë interes. Imagjino çfarë paradoksi. Ne i kemi këtu, i kemi frikë, i vrasim. I kemi frikë sepse nuk i njohim. Nëse do i njohim mjaftueshëm, nuk do kemi asnjë frikë për tyre. Ndaj edhe zhvillohen këto biseda televizive për të informuar dhe mirë informuar siç duhet publikun. Unë falenderoj. Faleminderit dhe ju. Këshillat që na dhat sot për këtë situatë që ka ndodhur vitet e fundit në vendin tonë dhe veçanërisht këto ditë që kanë qarkulluar edhe videot specifike për kacë. Kalojmë në publicitet, na prisni, rikthehemi përsëri në rrezën tonë.